Pamjet e reja satelitore që qarkullojnë në internet tregojnë pasojat e sulmeve iraniane ndaj bazave ushtarake amerikane në rajonin e Gjirit Persik, duke përfshirë dëme në instalime të rëndësishme të mbrojtjes ajrore. Sipas analizës së publikuar nga Sam Layer, imazhet satelitore nga kompania Planet Labs tregojnë dëme në radarin amerikan të paralajmërimit të hershëm për raketat AN/FPS-132 në Katar. Fotografitë tregojnë se një nga panelet e radarit është dëmtuar rënd dhe mbetje të strukturës kanë rënë mbi çatinë e ndërtesës qendrore të kompleksit. Në imazhe shihen gjithashtu gjurmë uji, të cilat lidhen me përpjekjet për shuarjen e zjarrit pas sulmit. Aktualisht nuk është e qartë se sa të mëdha janë dëmet në instalim. Sipas vlerësimeve fillestare, dy panelet e tjera të radarit mund të vazhdojnë të funksionojnë nëse pajisjet e brendshme nuk janë dëmtuar rënd. Ekspertët theksojnë se sulmi ndaj këtij sistemi mund të ketë reduktuar përkohësisht aftësitë e mbrojtjes kundër raketore në disa pjesë të Gjirit Persik, ndërkohë imazhet të tjera satelitore të publikuara nga burime kineze tregojnë dëme edhe në bazën ajrore amerikane Al Dhafra në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku sipas raportimeve janë shkaktuar dëme të konsiderueshme. Pamje të ngjashme janë publikuar edhe në bazën ushtarake Arifian në Kuvajt, ku sipas analizave satelitore janë goditur 4 ndërtesa, disa hangar magazinash dhe antena të komunikimit satelitor. Sulmet ndaj instalimeve ushtarake amerikane në rajon vinë në një moment përshkallëzimi të fortë të tensioneve mes Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, ndërsa rajoni i Gjirit Persik po përballet me një seri sulmesh me raketa dhe dron ndaj objektivave strategjik.